Kjo është java 5 që jemi në protestë, që jam bashkuar unë, sepse javën e parë nuk kam qenë, dhe jam bashkuar, jam bashkuar në fund javës 5, jam bashkuar ditën e diel, që do të fiks si ditë. Po që do vazhdojmë protestën, do vazhdojmë përsa kohë nuk na jepet e drejta jonë, ne do vazhdojmë të rezistojmë këtu. Jemi shumë falenderues gjithë bashkëqytetarëve shqiptarë që na kanë ardhur sot në mbështetje. Kjo na jep ne shumë forcë dhe na jep bindjen që kjo është një problematikë që duhet të vazhdohet të ngrihet zëri fort, sepse për sa kohë ne ngrijmë zërin këtu, i tregojmë gjithë shqiptarëve masakra që po bëhet me pronat, dhe shpresoj shumë që qeveria, institucionet e drejtësisë ta dëgjojnë britmen e qytetarëve shqiptar dhe të vënë dorë mbi pronat, mos bëhet kjo masakër, dhe ne dim shumë mirë që ka shumë jetë që janë marrë për pronat në Shqipëri. Absolutisht nuk duam që kjo gjë të ndodhi në rjoll, prandaj siç e shikoni edhe vetë sot protesta është shumë paqësore, ama duhet vërtet qeveria duhet marrë masa, ndoshta edhe të pezullojë për një afat kohor lejen e ndërtimit, derisa drejtësia të flasë dhe dali vërteta në dritë. Gjithashtu, kam edhe një gjë shumë të rëndësishme për ta theksuar. Ne jemi sulmuar nga personi që ka falsifikuar letrat këtu, jemi sulmuar ditën që kemi qenë në opinion në TV Klan, na kanë bërë prit në te dera e klanit dhe na kanë sulmuar. Kanë tentuar që të bëjnë një deklaratë për të thënë që ne sulmuam djalin e Fatmir Shpezës, por vërteta është që djali i Fatmir Shpezës na doli përpara, na bëri presion dhe në çështje sekondash na kanë ardhur me 10-15 vet nga mbrapa duke shadhe duke gjujt. Kanë gjujt edhe mua që janë femër. Edhe aq burra të mirë dhe aq burrëri kanë. Edhe gjëja tjetër, ne ishim të vëklan aty, malësort ka pajtu gjaqe në shtëpinë e tjetrit, jem besën e tjetrit dhe nuk mund të bësh veprime të tilla. Ata kanë tregu burrinë e tyre me këtë gjë, kanë tregu se sa burra janë. Kanë prem besë mikun që na pritin shtëpinë e tyre. Kështu që shpresoj shumë që drejtësia ta shikojë dhe këtë ngjarje dhe ta kuptojë acarimin e situatës dhe vërtet të marrë masa për të parandaluar një problematikë shumë të madhe që mund të vijë. Kjo është një gjë që nuk është kërcënim, absolutisht, është një paralajmërim për të thënë që këmbanat e alarmit janë shumë të mëdha, sepse tensionet janë shumë të mëdha dhe normalisht që drejtësia duhet të ndërhyjë në këtë moment. Dhe nuk është çështje ai ka dokumentat, ju si keni akoma, ne jemi në proceset gjyqësore, praktikisht edhe ne jemi në drejtën tonë për të patur pronën këtu. Ata duhet patjetër të ndalojnë punimet për sa kohë nuk është zgjidhur çështja pronësisë. Një ditë fat që kanë kaqe në vendin e Orikum. Kanë dalë pronar, pronar se pronar nuk funksion, dhe dokumenta se nga i kanë gjetur nuk merret vesh, dhe pretendojnë që toka me mira hektar. Po thoj se një sens në rjoll. Patjetër. Ka trajaz radhim Orikum dhe më ardhë gjithë në mbështetje të banorëve të rjollit dhe për të krijuar një aleancë ne si krahin me juve, domethënë për të njëjtën kauzë, se kjo është problematikë mbar kombëtare dhe nuk është sot, po është 35 vjet që ta shohin demokraci. Dhe për këtë arsye ne jemi bashkuar me banorët këtu për të ndihmuar, për të suportuar. Kjo. Po, patjetër, ne vim nga krajina e edukatit, edhe jemi në mbështetje të këtyre shëndëleshve dhe shokëve tanë. Arsyeja është edhe ne kemi të njëjtat probleme atje, si këtu. Na kanë tjetërshua pronat, na i kanë s'na i japin, kam 30 vjet, edhe nuk na kanë bërë asgjë. Prandaj jemi të bashkuar me këta, edhe i mbështesim deri në pikën e fundit. Kaq.